Atëherë, cili është mendimi juaj për zhvillimet e fundit? Fillojmë me seancën e sotme të parlamentit në Kosovë. Po tani ne duhet më prit të shohim sepse Partia Demokratike thotë që këta e kanë shkel konstitutën. Edhe besoj që kjo rast tani duhet shikohet për në bazë të ligjit, a është e vlefshme dhe në qoftë se është e vlefshme, pastaj do hecë përpara, po marrën si se kjo është fakti që Kosova tregoi veten se është shteti më demokrat e më në Ballkan. E them këtë sepse populli votuan edhe ishte një zgjedhje të lira. Presidentja kërkoi sqarim nga Konstituta për vazhdimin pasi u shpall rezultata. Gjykata e shpalli vendimin e saj, presidenti e pranoi, po dhe çdo parti e pranoi këtë vendim. Pastaj kur duhen rezultatat, ishte gara për me arrit 61 deputet në parlament. Ne kemi pa që partitë kryesore, PDK edhe LDK kanë bë diskutime, janë munduar me arrit deri në 61. LDK-ja me AK-n dhe nismën e formuar një koalicion, kanë pas diskutime me vendosjen, po edhe me pakicat, kështu që rëndësia është që gjitha këto janë bërë mrena strukturat, mrena institucioneve dhe nuk kemi pas trazira. Kështu që si do qoftë sot në parlament, unë besoj që kjo punë do kapërcehet mrena strukturat sepse e treguan populli i Kosovës, po edhe politikanët që besojnë në sistemin edhe në Konstitutën. Pra sipas mendimit tuaj, kjo është një shenjë pjekurie për sa i takon mënyrën se si u trajtua procesi, por në përgjithësi është ky një tregues më i madh për gjendjen e demokracisë në Kosovë dhe për mënyrën e sjelljes politikanëve ky proces? Po puna është që kur popullata vendos udhëheqjen e saj, atëre rëndësia është që këta besojnë në këto institucione. Pastaj institucionet duhet më marrë me ligjin. Edhe institucionet thonë që ne besojmë në ligjin. Kështu që kjo tregon që është një sistem, edhe kur kanë probleme, sistemi mund të veprojë në mënyrë të haptas dhe transparent. Prandaj po them që pa marrë parasysh çfarë probleme po ndodhen në Kosovë, rrallë po dalin njerëzit në shesh apo ka trazira në parlament. Kanë zgjedhur mënyrë që ti ka përcejnë këto probleme që kanë brenda shtetit. Edhe kjo është një shenjë shumë e madhe, aq më tepër edhe shumë e rëndësishme për një shtet kaq i re, edhe që ende nuk janë pjek konstitucionit sepse ende s'kan pas kohë. Por që populli i Kosovës e ka dhënë shenjë që ne nuk duam dhunë edhe nuk duam shkeljet ligjit në shtetin tonë. Një nga pikat më kyçe, më kryesore në gjithë këtë debat, në gjithë këtë proces ka qenë edhe qëndrimi i vetëvendosjes dhe në fakt tre partitë e tjera të koalicionit pikërisht po presin për të arritur një marrëveshje me vetëvendosjen. Çfarë tregon qëndrimi i vetëvendosjes dhe kushtet që ajo ka vënë gjatë këtij procesi dhe politikisht e ka dëmtuar ky qëndrim vetëvendosjen? Po metet për të parë. Domethënë vetëvendosja për mu bë pjesë e kësaj koalicionit i kanë dhënë disa kushte. Edhe tani këto kushte është prapë rëndësia është bërë një diskutim, i kanë rruar dy apalet, kanë shuar penë deri dikon, por ende nuk janë pajtuar. Por ne pam sot, është shumë e rëndësishme që sot në parlamentin e Kosovës, kur e kanë zgjedhur kryetarin e LDK-s Isa Mustafa kryetar, ai në fakt i morë 65 vota me këta koalicionin plus me minoritetet sepse vetëvendosja abstenoi. Edhe tani është kjo një shenjë që mund të formohet kjo qeveri pa vetëvendosje apo jo, edhe kjo varet, por që është e rëndësishme që vetëvendosja është gati me bën negociata sikur gjitha partitë tjera sepse nuk mundesh me thënë ose si të thomun ose nuk ka tjetër. Roli i politikës është vazhdimisht është duhet të jetë negociata pa marrë parasysh. Së shpejti pritet të filloj puna për gjykatën për krimet e luftës Kosovë. Si mendoni se do të reagojë shoqëria e Kosovës, pra si do të ndikojë në shoqërinë e Kosovës një gjë tjetër? Unë besoj se në qoftë se kjo gjykatë është transparent dhe dihet çfarë është bërë, unë besoj që populli i Kosovës edhe institucionet e Kosovës do pranojnë dhe do ecën përpara. Por rëndësia është transparenca, që dihet konkretisht ku janë provat, ku kanë dalë nga këto prova, edhe pastaj le të gjykon ligji. E kuptoj. Kalojmë pak tek Maqedonia, e cila sërish kohët e fundit situata atje është trazuar, pra her pas here kemi këto shpërthime ndëretnike, protesta që tregojnë se marrëdhëniet mes dy komuniteteve janë ende të brishta.
Cili është mendimi juaj për çfarë nuk është zgjidhur atje që, domethënë, që nuk po shihet përparim në këtë drejtim? Tani ne diskutuam për faktin që popullata beson te institucionet edhe institucionet besojnë ke ligji. E pam kjo eci në Kosovë, kjo drejtim. Kurse në Maqedoni u shpall një vendim dhe për shkak që populli nuk kanë besim tek institucionet, atëherë populli njohin vetëm se e vetmja mënyrë për mu shpreh indignetin e tyre është me dalë në rrugë. Edhe siç ndodhet vazhdimisht, pastaj qeveria e Maqedonisë e tepërkalon, edhe aty ka dhunë, edhe pas kësaj ka trazira. Prandaj problemi i Maqedonisë vazhdimisht varet nga implementimi i pakos e Ohrid, sepse ajo pako është për m'u dhënë shqiptarëve drejta që u takojnë, por edhe jo vetëm në letër, po pastaj kanë nevojë për buxhete për me shfrytzuar jetën e tyre. Edhe mosbesimi i këto dy komunitete, plus mosbesimi i shqiptarëve nga institucionet të Maqedonisë, vazhdimisht del në trazira në rrugë. Edhe duhet shteti i Maqedonisë, kryeministri me udhëheqjen e tyre, ata duhet me kuptuar për një herë për gjithmonë se shqiptarët e Maqedonisë që janë pjesë e asaj shtetit, edhe nuk mundet ai shtet me ba vetëm monumente që kohën kaluar. Dhe prandaj shqiptarët nuk e njohin veten pjesë e asaj shtetit, por janë dy komunitete që jetojnë faktikisht paralelisht. Po cili është roli i faktorit politik shqiptar sipas mendimit tuaj? I partive politike shqiptare. Po këta edhe aty ka problem që këto dy partia shqiptare nuk në vend që të bashkohen e të arritin disa gjëra që kanë përbashkët, ata vazhdojnë që jenë në konkurrencë njëra me tjetrën, edhe kjo nuk i shërben sqarimin e këtyre problemeve. Dhe një pyetje. Në fakt ata duhet jenë më aktiv, edhe ata duhet me kërkuar më shumë llogari, sepse edhe kjo vendimi që duhet nga gjykata kjo duhet me kanë kuptuar më përpara që kjo ka me sjell deri në këto trazira, kështu që këta kanë pas detyrë për mi dalë përpara kësaj pune, jo me prit mas trazirave. Një pyetje të fundit në lidhje me Shqipërinë, sigurisht që ka pasur lajme pozitive siç është statusi vendimi i Bashkimit Evropian për statusin kandidat Shqipëri. Megjithatë, klima politike atje vazhdon të jetë e ashpër mes partive kryesore elementve në Shqipëri. Cili është mendimi juaj pikërisht për këtë klimë që nuk po tekalohet dot? Po tani erdhi kjo qeveria e re me kryeministin Rama, tani këta kanë një program shumë agresiv. Kjo çështja në Lazarat ishte një çështje e madhe edhe guximshme. Po ne shohim që Lazarati nuk është fillimi, nuk është e fundi, por është e fillimi e kësaj procedurës. Marrja e statusin për antarësimin në Bashkimin Evropian është shumë e rëndësishme për shkak se edhe shqiptarët vetë njohin veten si pjesë e Evropës, por që edhe Shqipëria merr dopare për me shfrytzuar institucionet. Tani problemi kryesisht vazhdon të jetë që partitë politike e luajnë lojën o 100% o 0. Edhe nuk janë gati që të bëjnë kompromis me asgjë. Edhe kjo po çarçohet në parlament. Ne mas 25 vjet prapë po shohim sharje, shpifje, dy rraf me grushta, edhe këta njerëz duhet me kuptuar që kjo nuk i shërben shtetit, edhe nuk i shërben njëri tjetrit, që duhet me gjetë një klimë ku ka një farë koordinimi dhe me lëshuar pen nga dy aparet. Nuk mund të jetë një shtet ku këta e shohin veten që armiq edhe jo kundërshtar. Nuk ka mundësi me kanë shtet demokrat kur opozita nuk merr pjesë. Pa me parasysh çelë opozitë, sepse kjo vazhdimisht ka qenë këtu. Një parti e fiton, hin në shtet edhe opozita pak a shumë ka dalë në rrugë. Kjo ka qenë vazhdimisht klima në Shqipëri, kështu që ka ardhur koha, 25 vjet janë shumë kohë dhe ata vetë duhet me kuptuar që ata vetë duhet me gjetë një farë mënyrë pak më butë, edhe sharje edhe shpifje në odën më të rëndësishme e marrë shtetit është një degradim për gjithë ne, as më tepër për ata që janë aty. Zoti Mustafa, ju falenderoj. Edhe për te, falenderit.